Misioni bamirës i Shën Jozefit në Fusharës dhe Kisha Katolike e zonës festuan modestisht 30 vjetorin e themelimit. Ka qenë prifti katolik i zonës Frat Andreas Walterman dhe misionarët Gratia Sëruf dhe Bernadette Ebenhov, që për i vitet 1995 i dhanë gjallëri dhe plot investime të munguara kësaj zone, ku numërohen qindra banesa të ndërtuara, 10 studentë të arsimuar, qindra fëmijë të shëruar në spitalet më të mira të botës, investime në objekte arsimore e shëndetësore dhe një kontribut që statistikisht nuk mund t'i ofrohet ai i shtetit në këtë zonë. Në meshen solemne me rastin e 30 vjetorit i peshqvi sapës i mzot Simon Kule, falenderoj Frat Andreas Walterman, motor Gratia Sëruf dhe gjithë misionarët e tjerë që përmes një kalvari vuajtje dhe mundimi nuk u dorëzuan kurrë së ndihmuar i banorët e zonës së varfër. Vazhdojnë ajo klima e bukur e bashkëpunimit që fusharësit të dorëzojnë në të gjitha pikpamjet, nëpërmjet misionarëve, nëpërmjet politikanëve, nëpërmjet të gjithëve që ta duam të mirën e këtij vendi, sepse ky është vendi që e ka bekuar i Malli i Zotit. Misionarëve të urojmë jetë gjatë të lumtur, e mision të marrë gjatë e ma gjatë në dioqezën e Sapës, në marë Shqipëri dhe në marë botën. Mëtej, qindra banor të zonës dhe besimtar të pranishëm në kishën Shën Jozefit të Fusharësit u lutën për jetëgjatësinë e misionit katolik që shumë i ka ndihmuar në zonën e tyre. Në përfundim të meshës solemne, Bashkia e Fusharësit i akordoi titullin qytetar nderi kreut të kishës në këtë zonë, Frat Andreas Walterman, teksa u nderuan me mirënjohje edhe 2 priftërinj të tjerë të këtij misioni dhe motor Gratia Sëruf. Mos me lafteroni mua, po lafteroni Zotin. Kjo është për mua një gjë e veçantë.